Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i mërkur 2 prill 2025. Dashi. Lajmet e punës dhe konfirmimet për angazhimet e ardhshme. Një pushim i mirë natën ju ka rigjeneruar, duke ju lejuar ta përballoni këtë ditë me një shpirt të gëzuar dhe energji të mirë fizike. Demi. Disa vendime të marra nga të tjerët mund të mos ju përshtaten, kjo vlen edhe për punën. Kujdes nga tradhtit. Binjakët. Duket si një ditë e lodhshme, larg dashurisë dhe mendimet tuaja janë diku tjetër. Në këto momente jo gjithçka është e qartë ose duhet të bësh zgjedhje drastike për të ardhmen. Gaforja. Vlen të ndaleni për një moment për të reflektuar mbi atë që është e rëndësishme të ndiqet. Ju kuptoni por të dëgjoni të tjerët që kanë harruar nevojat tuaja. Krijoni një egoizëm të shëndetshëm. Luani. Të luash me ndjenja mund t'ju kushtoj shtrenjtë, keni pasur disa vështirësi në të folur, për të kuptuar se çfarë po ndodh përreth jush. Ndonjëherë ju pëlqejnë garat, por nëse i kërkoni ato mos u ankoni, nëse jeni në presion. Virgjeresha. Të gjitha kontaktet që do të zhvillohen do të jenë për sukses, fal mënyrës tuaj të bërë. Dashuria më e përgjegjshme. Peshorja. Dita e konfirmimit për punën, për çështjet financiare dhe personale duhet të jeni gjithmonë pak të kujdesshëm, përpiquni të zgjidhni një mosmarrëveshje të vogël në shtëpi deri sonte. Akrepi. Do të jetë e rëndësishme në këtë periudhë të përcaktoni mirë rolin tuaj në një kompani, në një grup. Sharmi personal do ju ndihmojë, por lodhja nuk është pak dhe ju duhet ta luftoni atë. Shigjetari. Nëse keni nevojë të flisni për çështjet e parave, nënshkruani një marrëveshje, kjo është një ditë e mirë. Ju ndjeni plot siguri, optimizëm, fat të mirë, thjesht duhet të keni guximin për të arritur atë që dëshironi. Britsjapi. Ju duhet të dëgjoni të tjerët dhe të flisni pak nëse nuk doni të krijoni konflikte të panevojshme. Nëse mendoni se dikush nuk ju ka parë ashtu siç duhet, atëherë është e rëndësishme të reagoni. Ujori. Ka një zgjidhje në rrugë dhe një shpërblim i vogël gjithashtu. Nëse ka zgjedhje për të bërë në punë, është koha më e mirë për të vepruar. Peshqit. Gjendje kontradiktore, por jo domosdoshmërisht negative. Sot do të shpërqendroheni melankolik. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.